Nuk flini dot nga vapa, bëni këto dy gjëra çdo natë para se të flini. Për të ndihmuar freskinë e trupit është shumë e rëndësishme të mos e lësh metabolizmin të dehidratohet, ndaj pini shumë ujë në ditët e nxehta. Po ashtu mund të mbash një shishe me ujë të ftohtë pranë shtratit në mënyrë që gjatë natës të pirë sa herë që ke nevojë. Në këtë mënyrë ulet edhe nxehtësia e trupit dhe gjumin do ta bësh më të qetë. Pasi ke ngrënë ushqime të rënda gjatë ditës, metabolizmi është mësuar të punojë dhe këtë gjë do të kërkojë të bëjë edhe gjatë natës, por kjo mund të shkaktojë rritjen e temperaturës së trupit. Provo të hash ushqime më të lehta gjatë darkës në mënyrë që trupi juaj të tretë më pak dhe kur të flesh të ndihesh më e freskët. Fruta dhe perimet të gjalla kërkojnë më pak energji metabolike për të tretur sesa proteina dhe yndyra. Kështu që ato janë një zgjidhje e mirë për mbrëmjen.